Mirë dita të dashur miq, të njohur, të panjohur, e në veçanti ju ndjekës të orës letrare. Akoma në veçanti të orës letrare, ku ju lexoj vargje nga poema madhore Odisea e Homerit. Shumë janë duke ndjekur filmin e ri të Nolanit, Odisea. Shumë të tjerë janë rikthyer rileximit apo leximit për herë të parë të poemës homerike Odisea, për të bërë ballafaqime midis asaj që është në film dhe çka përmban në originalitet poema për Odisea. Eurimaku, i biri i atij Polibit, i tha atëhere Telemakut: "Është në dorë të perëndive, o Telemak, që të vendoset cili ndër grekët do të bëhet mbreti i Itakës, që e rajnë dallgët. Ruaj pasurinë, shtëpinë që ke, edhe robët e tu, se nuk ka burr në botë të grabis ty, gjesa një burr Itakas të mbesë gjallë. Por unë, o mik i dashur, dua të pyes diçka për atë të huajin që ish këtu. Pre nga i erdhi, nga cila tokë krenoi se kish dalë, ku i ka fisë se gjini? A dhe familje ku i ka? Mos erdi të bjerë lajme se po të kthehet hati, apo kërkoi nga ti borx të vjetër? Sa shpejt ai na iku sysh e s'mund e njohëm, e pra nga pamja duke burr si motit." E vështroi Telemaku dhe ju gjegj: "O Eurimak, s'është punë e kthimit tatit. Tani si zë më bes askujt që vjen të më bjerë fjalë o lajm, as kujdesem për profecitë që dita ditës nëna ndjen nga falltari që në shtëpi thret. Ai burr na ish prej Tafos, pas ka qenë dikur mik i babait, mentora i quaj, e ka përnder të jetë birë i atij turtit Ankiale, mbretit Tafëve remtar." Kështu tha Telemaku, po ai vetë brenda në shpirt e kishte njohur hyjneshën e pavdekshme. Gjithë mëtonësit prapë kthyer në këngë valle, gjesa mbrëmja ra. Si pushuan vallet, dhe kur botën mbar mbuloi errësira, veç atëherë të gjithë shkuan të flenë secili në shtëpitë vet. Dhe Telemaku drejtua në dhomën ndërtuar për të, në obor të mrekullueshëm në pjesën më të lartë të banesës. Unë gjitë në dhomën të tij aty ku flinte, sill e përsill me mend gjithfarë mendimesh. Ndërsa Euriklea, e dashur, e kujdesur, e bia e Opit, të birit pesëqinorit, i printe duke mbajtur në dorë vravashkën për ndriçim udhës. Këtë robi në Laerti e kishte bler dikur, kur ishte re, dhe 20 dema kishte dhënë për të. E mbante në shtëpi siç mbante të shoqen, ashtu e nderonte, por veç asnjëherë se ndajtën shtratin bashkë të kalojnë natën, se kishte frikë të shoqen se i zemërohet. Ajo e shoqëronte me pishtar të ndezur Telemakun, të cilin veç e donte si sytë e ballit. Veç robina shtjera, pasi e kishte rritur dhe mbajtur në prehër. Qeli portën e dhomës, ku ai flinte, ndërtuar më smiri. Djali u ul mbi shtrat, oqi ngadalë të butë rob nga trupi, dhe plakës aq të urtë ja lëshoi në duar. Ajo e palosi me kujdes, e vari një varse pranë shtratit të daltuar, e doli jashtë ngadalë, të roqi portën me dorezën argjendi e i futi lozin. Atëherë e mbuluar me bashkë prej dashi gjithë natën, e lume, Telemaku s'bëri asnjë sy gjumë, por rinte vriste mendjen për udhëtimin nxitur nga Atenaja. Kur agimi me gishta trëndafili, të nesëm e në shfaq, biri u liksi zbriti nga shtrati vete veshirobat. Vari mbi sub shpatën e mprekt me maj, u mbati këmbëve të bardha sandale aq të bukura, e mori nga dhoma. Duke si një hyni, e me njerë urdhëru jep kasnecëve zuk shtys, kripgjatët grekët i thrasi në kuvend. Ata dhanë kushtrimin, të gjithë nganë, e kur grumbulluan gjithsa ishin, ja behu Telemaku më në mbledhje, më zdrakun prej tumbakun dorën mbante, joj vetëm, se 200 vetë si era i vinin pas. Mbi të Atena kishe derdhur një hirë hynor. Gjithë bota e qyrte tek vinte e çmeritur atë djalë, e që të ule mbi selit të tetë, u quan pleqtë e vend t'i lshuan. Fjalën e Egjipt Kreshniku e mori, të përkullur e kish kurizin nga pleqëria, burë me të madhe përvojë. Një djali i tij Anptif, shpatari, detin kishte marrë mbi një gale të gjerë të shoqëronte Hyneruliksin nga Ilioni pasur me kuaj,
e bash atë ciklopi egre vrau në shpellë të tij thellë dhe e ngri darkën e fundit. Dhe 3 djemë të tjerë na kishte plaku. Njeri e urimoni si shokët e tjerë, i sillej Penelopit, 2 të tjerë punonin vazhdimisht në tokën e atit të tyre. I shkreti plak tek smundte mendjet heqja të djalë që larg kish humbur me sytë përlotur zu të ligjëronte. I takas, pa dëgjoni fjalën time, as mbledhja as kuvend nuk kemi bërë nga ajo ditë kur na shkoi Uliksi hynori mbi anijet skavra. Kush na mblodhi sot? A mos i ndodhi gjë ndonjë të riu apo ndonjë plaku? Apo ndokush na ka marrë vesh se kthehet ushtria jonë e dashka më i parit na lajmëroi? Apo do një këshill të jap atë na flas për të mirë të popullit? Në qoftë se është kështu, ai qoftë bekuar, e Zeusi ja mbaroftë punën e tij. Kështu tha ai, e i biri atij Uliksit fort u gëzua për atë urim të mirë, se zinte vendi se të flasë dëshironte. U ngrit në smledhje, skeptit një dha në dorë kasnesi persinor, i urtë për këshilla. E këto fjalë u kthye e na i tha plakut. O plak, ti nuk e ke larga të njeri, këtu e ke para syve të tu, që sot thiri kuvendin. Jam vetë unë, që keqa më ka gjetur. Nuk më erdhi lajmi se po kthehet ushtria, as nuk jam i pari që po ngrihem të ju them, nuk dua t'jap këshill dhe as të flas në dobi të popullit, po për punë të mia, sepse në ndyre madhe më ka rënë. Unë batimat bujar që për mbi ju mbretëronte dhe e kishi si baba, po shumë më i zi është ky rrezik i dytë, që më përpin shtëpi e pasuri, disa djelmosha, bi të këtyre burave që i kemi këtu si krerë, mi sille nënës me gjise ajo si josh. Nuk dua në as të shtëpia e atit sa të shkojnë, që të vejtë shmin për prik të vajzës ti, e të saktoj se kujt do ai t'ja japë. Përkundrazi, i kam gjithë ditën e lumen për shtëpi, më therin qetë delet e dite majme, në gostim janë shtruar, pina soverët, kuqe, flakë dhe dënden. Unë betin duar pasuria ime, se nuk ka burë të rimet forë si Uliksi konakun të ma shpëtoj kësaj belaje. Kështu si jam nuk kam fuqi të mbrohem, i ri unë jam, për luft i pasërvitur, dhe në të ardhmen s'dia do jem diçka më tepër. Po tisha i Zoti do t'ua thyeja kokën atyre që më turprojnë e më shkatrojnë. Zemrimin tuaj tregoni o qytetar të takës, t'u vitur për fjalë që flasin kundër jush fuqinjët tanë, këtu për qarkë. Frit keni për këto të zeza e kobe, mos biru feja e Zotit për mbi ju. Ju lëshoj bej për Zeusin Olimpit e Temistin, që mbletë dhe shpërndan zhdo këvënd burash, frerin t'u avini këtyre trinjve, e mlini o miqtë e miti që në allin tim. Në qovë se i mat, a i trim Uliksi, i zën keq me ju soli kobe të zeza për mbi kokë, e sot ma gjetë ditin që të shfrenin këtë radhë do të dëshroja me gjithë shpirt, që vetë ju të më hanit pasurin, se kur do esh problemin do t'ju amenja. Do shkoja der më der për gjatë qytetit duke ly pasurin e do të ma kthenit, por kjo që po më ndodh nuk ka shpagim. Kështu tha Telemaku i pezmatuar, flaku skeptrin për dhe, e u shgrek në vaj, u mallingye kushqe i mathe i vogël. Njeri nuk hapi goj, as pat guximin t'i thot një fjalë të keqe. Por i vetmi na u çua ai, Antinou, kështu ja ktheu. O Telemago i shthurur zemër flak, si po na shan kështu para kuvendit. Ti do që t'na vësh damkën e turpit, po s'ta kanë fajin jo, princa Takeas. Fajnë ta ka jo tem që pas ka qenë dredharake e pashoqe, po na ben 3 vjete po mbaron dhe viti 4 që i sjell grekët për hunde me gënjeshtra. Na mban ajo me shpresë e se cilit je premtime duke i çuar përshëndetje, tjetër kanë gojë e tjetër ndrynë zemër. E ja ajo dinakja të shpatrilluar, ulur në dhomë të saj kish nisur tendi një të hollë për lurë, të gjerë e na thoshte, "Gjelmosha të rinj që më doni mua për gruan, masi ka vdekur e mbaruar Uliksi, ta shtymë martesën tonë vetëm paksa, me gjithë që e di se s'ju pëlqen, gjithsa unë t'ia fund këtij qefini, të mos më shkoj mundi kot për pakës gjë, që unë po end për atë kreshnik laertin, kur t'i vit dita t'uli kryet të vdes, e mos t'y hy në gojën e graris, se lash të shtinë varë pa qefin vdekje, mu atë që kishte pasurit pamatur. Kështu thosh Penelopi, e ne të shkredhve në arend të mendja, po ndërkaj çfarë bënte? Punonte ditën mbi pëlkurë, e natën dritë pishtarit fije shqepte, e po kjo punë vazhdoi 3 vjet me radhë, duke na hedhur gjithve hysyve. Syim në vitin e 4 nga pranvera një shërbëtore saj që e dinte mirë na tregoi dinakrinë e Penelopit. Atëherë ne shkuam e kapëm me fasi të buklën pëlkur tek prishte me duart saja. Kështu nga zori u shtrëngua ta kryente,
Tani lumë Telemaku, mirë dëgjona ne, që i silemi ne në sate, e ngulen mendjen tënde e ta marrë vesh Greqia. Nxirre shtëpi e nenën, jepi asaj urdhë të martohet me atë që jati ja zgjedh për burr, me cilin do prej nesh, sepse nëse ajo do që t'i lodh të bitë Akeve, duke ndjek këshillat e dhëna nga Atenaja, e cila ja futi në tru gjithë ato mente dinakri, çka nuk është thënë as nga së gjyshrit tanë për gratë e hershme Akeje krela, për Alkmenën, o Tiron, o Mikenën, sepse shumë do njerëz prej tyre as që shkojnë mend çka i pjell mendja kësaj, pra nëse ajo qëndron planet e veta, se ke peshuar punën mirë, se ne do të fshim pasuri e gjithçka ke, do të nxjerrim rrugë të madhe, e le t'i ruaj ajo pasaj këshillat e hyneshës. Mund të bëhet e përmendur, kush e di, por ty ta fiku derën. Ne nuk mundemi këndej, as nuk do të shkojmë ndër pronat tona, as gjetiu, derisa ajo të mos marrë ndonjërin nesh për burr sipas dëshirës. E sa me mend, ja ktheu Telemaku. Erën tjetër, si ja ktheu Telemaku. Mirupafshim, kalofshi bukur.